Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala Sayyidina wa Nabiyina Muhammad, wa ala ahlihi tayyibin tahirin, wa sahbihi al-muntajabin, wa ala jami'a al-anbiya illahi wal mursalin. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Falënderimet me të sinqerta vetëm për Allahun e madhëruar. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi profetin Muhammad, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut xhelel shanhu. Të nderuar dëgjues dhe shikues, ju përshëndes të gjithëve me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi ju. Për ditën e sotme të nderuar dëgjues dhe shikues, do të flasim rreth temës 7 vepra që falin gjunahet e njerëzit. Një nga aspektet më të bukura të kësaj feje, që ndjekim të gjithë, të fesë pastër islame, është mëshira dhe falja e pafundme e Allahut. Islami mëson se pavarësisht se sa të mëdha mund të jenë mëkatet e një personi, mëshira e Allahut është gjithmonë më e madhe. Më falësi dhe më mëshiruesi, ka theksuar gatishmërinë e tij për të falur ata që pendohen sinqerisht tek ai. Falja e Allahut shtrihet mbi të gjitha mëkatet, me kusht që individi i kthehet Allahut me një zemër të pastër. Falja e Allahut është një nga aspektet më ngushëlluese dhe thelbësore të fesë së pastër islame, sepse mëshira e Allahut është e pafund dhe ai i mirëpret ata që i kthehen atij me pendim të sinqert dhe ja fal gjunahet. Islami mëson se pavarësisht se sa larg mund të ketë devijuar një person, dyert e faljes mbeten të hapura. Duke kërkuar faljen e Allahut përmes pendimit, veprave të mira dhe përmendjes së vazhdueshme të Allahut, një besimtar mund të arrijë paqe dhe shpëtim të përjetshëm. Le të shohim së bashku se që na thot Allahu i madhëruar në surën Ali Imran në ajetin 133 të kësaj sureje. Bismillahirrahmanirrahim. Nxitoni drejt faljes së gjunaheve nga Zoti juaj dhe xhenetit, hapësira e të cilit është sa qiejt e toka dhe që është përgatitur për të devotshmit. Në librin e Allahut të madhëruar, në Kuranin e shenjtë, përmenden disa vepra që janë shkak për faljen dhe fshirjen e gjunaheve dhe punëve të këqija. Le të përmendim së bashku si vjen. Puna e parë është pendimi. Në ajetin e 8 të surës Tahrim, Allahu i madhëruar thot: Bismillahirrahmanirrahim. O ju që keni besuar, pendohuni tek Allahu me një pendim të sinqert, në mënyrë që Zoti juaj t'i largojë nga ju të këqijat. Pra, Allahu i madhëruar na tregon që nëse ne kthehemi tek rruga e drejtë me një sinqeritet pa parë, me një pendim të sinqert që i lëm ato të këqijat pas dhe të vazhdojmë një hap të ri në jetën tonë duke adhuruar Allahun, Allahu na premton që do të largojë nga ne çdo gjë të keqe. E dyta, besimi dhe puna e mirë është një nga veprat të cilat largojnë gjunahet dhe bën fshirjen e tyre. Në ajetin e 2 të surës Muhammed sallallahu alaihi wasallam lexojmë: ndërsa atyre që besuan, bën vepra të mira dhe besuan atë që ju shpall Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, e ajo është e vërteta prej Zotit të tyre. Ai atyre u ashlyen mëkatet dhe u përmirëson gjendjen. Pra Allahu i madhëruar, në lidhje me besimin dhe punën e mirë, na ka caktuar një kusht i cili janë ato të cilët besojnë dhe bëjnë vepra të mira dhe besojnë atë çfarë ju shpall profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ky është kushti dhe të dinë që kjo është e vërteta prej Zotit të tyre. Në këtë moment, Allahu i madhëruar i premton besimtarit i cili beson dhe bën punë të mirë që do t'i shlyejë mëkatet. Puna e tretë e dobishme e cila sjell faljen e gjunaheve është devotshmëria. Në të vërtetën e saj e shohim në fjalën e Allahut të madhëruar, ku Allahu xhelel shanhu thot: Bismillahirrahmanirrahim. Nëse keni frikë Allahun, ai do të ver udhëzim në zemrat tuaja për ju dhe do t'u ambuloj të gjithë të këqijat. Ajeti 29 i surës Anfal. Pika e 4 ose vepra e 4 të nderuar dëgjues dhe shikues është emigrimi, xhihadi dhe lufta në rrugën e Allahut dhe dëshmia e saktë. E vërteta e tyre është e thënia e Allahut të madhëruar në ajetin 195 të surës Ali Imran,
ku Allahu i madhëruar thot: Bismillahirrahmanirrahim. Por ata që emigruan dhe u dëbuan prej shtëpive të tyre, u munduan vetëm pse ishin në rrugën time, luftuan dhe u vranë, atyre patjetër do t'u shlyej mëkatet e tyre. Gjithashtu, Allahu i madhëruar thot: Allahu nuk ka zot tjetër që meriton adhurimin përveç Tij, të gjallit dhe të përjetshmit, mbajtësit të gjithçkaje. Atë nuk e ka plon as dremitja dhe as gjumi. Atë i përket gjithçka që gjendet në qiell dhe në tokë dhe gjithçka, dhe kush mund të ndërhyjë tek ai, më falni, për ndokën të palejen e Tij. Ai di çdo gjë që ka ndodhur përpara dhe çdo gjë që do të ndodhë pas njerëzve. Kurse ata që nuk mund të përvetësojnë asgjë nga detyria e Tij, veçse aq sa ai dëshiron. Kursiu i Tij shtrihet mbi qiejt dhe tokën, dhe ai nuk e ka të rënd t'i ruaj ata. Ai është i lartë, madhështori. Pra të nderuar dëgjues dhe shikues, ky ishte ajeti Kursi ku Allahu i madhëruar na tregon forcën dhe fuqinë e Tij mbi çdo gjë në këtë ekzistencë, sepse ai është krijuesi, ai është furnizuesi, ai është korrigjuesi dhe rregullatori i çdo gjëje që ne shohim në jetën tonë të përditshme. Si dhe Allahu i madhëruar thot: Bismillahirrahmanirrahim, s'ka detyrim në fe, sepse tashmë është dalluar e drejta nga e shtrëmbra. Ai që mohon idhujt dhe gjithçka që adhurohet në vend të Allahut dhe beson në Allahun ka siguruar lidhjen më të fortë, e cila nuk kaputet kurrë. Allahu dëgjon dhe di gjithçka. Allahu është mbrojtësi e atyre që besojnë. Ai i nxjerr ata nga errësira në dritë. Sa për ata që nuk besojnë, mbrojtësi i tyre është Djalli, i cili i nxjerr ata nga drita dhe i shpije në errësirë. Këta janë banorët e zjarrit të xhehenemit, ku do të qëndrojnë përgjithmonë. Dhe këto ishin ajetet, pra vazhduese të ajetit Kursit, dhe këto 3 ajetet janë nga ajeti 255 deri në ajetin 257 të surës Bekare. Pra Allahu i madhëruar i tregon besimtarët musliman që ai i cili emigron ose bën luftë në rrugën e Allahut xhaleshanhu, ai i cili falenderon dhe adhuron Allahun xhaleshanhu si Zotin një dhe të vetëm, qëndron në rrugën e Tij, në rrugën e Allahut dhe bën çdo punë të mirë në këtë rrugë dhe arrin të dallojë të drejtën nga e shtrëmbra dhe beson vetëm në Allahun e madhëruar, Allahu i premton atij nxjerrjen nga errësira në dritë, sepse ka qenë i sinqert në punën e tij. Në momentin që njeriu nuk është i sinqert dhe bën çdo gjë për syefaqe dhe nuk e beson me të vërtetë fjalën e Allahut xhaleshanhu, udhëzuesi i tij do të jetë veçse djalli, thot Allahu i madhëruar. Allahu na ruaj nga kjo gjë dhe na bëft për atyre të cilët udhëzohen nga drita e krijuesit të gjithësisë. Puna e pestë, e cila shlyen mëkatet dhe fal gjunahet, është sadakaja e fshehtë. Në Kur'anin e shenjtë Allahu i madhëruar thot: Bismillahirrahmanirrahim. Nëse lëmoshat i jepni haptazi, ajo është mirë, por nëse ato ua jepni të varfërve fshehurazi, ajo është edhe më e mirë për ju dhe Allahu ua largon të këqijat. Ajeti 271 i surës Bekare. Puna e gjashtë, nderuar dëgjues dhe shikues, që ka të bëjë me veprat që falin gjunahet, është huazimi. Allahu i madhëruar thot: nëse Allahu t'i huazoni diçka të mirë, ai juve ua shumëfishon atë dhe ju fal juve. Ajeti 17 i surës të Ghabun. Dhe vepra e fundit, por jo nga rëndësia, çfarë Allahu xhaleshanhu na tregon në Kur'anin famullar, momenti që njeriu i bindet fjalës së Allahut xhaleshanhu, automatikisht vjen një vepër të cilën e zhvillon njeriu tek vetja e tij, e cili është largimi nga gjunahet e mëdha. Allahu i madhëruar thot: nëse largoheni prej mëkateve të mëdha, të cilat janë të ndalueshme, ne ju shlyejmë mëkatet e vogla. Ajeti 31 i surës Nisa. Pra të nderuar dëgjues dhe shikues, kështu bëhet dhe e qartë se dyert e faljes së Allahut janë të hapura në çdo vend, dhe se robët e Allahut mund të trokasin në këto dyert të faljes së Allahut. Në ajetet e përmendura, ne pam 7 punë që garantojnë shpëtimin nga e keqja për çdo që futet nga njëra derë ose nga të gjitha së bashku. Pra njeriu, si fillim të besojë tek Allahu xhaleshanhu. Në momentin që bie në gjuna, të pendohet,
të vazhdoj të besoj dhe të bëj punë të mira, të fokusoj veten e tij që të arrijë devotshmërinë, të dëshmoj që nuk ka zot tjetër përveç Allahu dhe të bëj punë të mira nëse është në emigrim ose në xhihad në luftën e Allahut xhaleshanhu. Të jap sadaka të fshehtë, të huazoj diçka të mirë nëse për Allahun dhe të jetë sa më larg gjunaheve të mëdha, sepse në momentin që ne shënojmë veten nga gjunahet, automatikisht vjen dhe ky shënim nga gjunahet edhe më të mëdha dhe njeriu jeton me një shpirt të pastër dhe Allahu është i kënaqur me këtë personin. Pra, dyert e Allahut qëndrojnë të hapura dhe Allahu është mëfalësi dhe më mëshiruesi i të gjithë besimtarëve. Në këto momente ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi ju.